Jeta mund të ju përplas me rastësi të shumta. Mund të takoj dikë që mund të jetë rastësia më e bukur në jetën time. Dhe kështu do të jetoj ditë të bukura. Derisa kjo rastësi merr një fund, atëherë është fundi më i trishtueshëm. Gjërat e bukura në shumë raste janë të ndërlikuara, por pavarësisht gjitha gjërave, prej bukurisë është që shpirti të mbetet i lidhur me shpresën. Përpjekjet kanë më shumë rëndësi se sa premtimet. Andaj, bëj përpjekje që të mos u humbas atë që e dua, sepse njëherë në jetë takoj dikë dhe ndryshon çdo gjë. Nuk ja lejoj vetes që disa njerëz të jenë pjesë e historisë, por jo pjesë e përfundimit. Fundin e bëj më të bukur, sepse vendimet e marra në zemërim mund të shkatërrojnë një jetë gëzim. Zemra mund të shërohet me dashuri. Njerëzit që durojnë kanë përfundim të bukur. Andaj, fali, pres e duroj, e luftoj për atë që e dua. Pres edhe kur s'kam shpresë. Duroj edhe kur gjitha dyert mbyllen. Mjafton dera e Zotit që nuk mbyllet asnjëherë. Pres në ndritën e hënës së ftoftë, edhe ndoshta zihen. Pres edhe kur gjithçka merr fund. Sa e sa herë drita e hënës dëpërton e errësirat e dimrave të acartë. Andaj, duhet të jeni thjesht kaq me fat nëse keni dikë që ju do më tepër në ditët e juaja të vështira. Gjëja më e bukur për një fotografi është se ajo nuk ndryshon kurrë, edhe nëse njerëzit e të ndryshojnë. Andaj, përkundër fortunave të jetës, problemeve që mund të i kesh, mos heq dorë nga ajo zemër që të do, nga ai person që lufton për ty. Ka ditë kur mjaftojnë heshtja dhe shikimi, për shkak të sjelljeve të atyre që ishin në anën time, pastaj ndryshuan, por unë nuk ndryshoj, këmbgu në atë që ndjej. E nëse prap has në murin e pathyer, të paktën shpresoj të jem një kujtim i bukur në jetën tënde.